Përshëndetje miq, sot ndodhem në Stamboll, në një dhomë hoteli. Erdha në Stamboll për arsye turistike. Stambolli është një qytet me të vërtet shumë i rëndësishëm për nga historia dhe kultura e tij. Stambolli historikisht, emrin Stamboll, emrin e tij e ka marrë nga fjala Konstantinopolis, që përkthehet qyteti i Konstantinit. Siç dihet, Konstantini i Madh, perëndori romak me origjinë lire, e themeloi këtë qytet në vitin 330 pas Krishtit. Më pas, ky qytet u quhet Konstantinopolis dhe në periudhën otomane ky emër u shndërua në Stamboll, i cili përdoret edhe sot. Në lidhje me Stambollin dhe historinë e tij, do të përgatis edhe video të tjera.